Po që më kom prezente, po nuk ka pas njerëz ashtu që shkom prit që kom me pas. Po veç ka pas ma shumë se të shtundën, apo? Po, ama është ditë që së të premtën kom me u marrë vendimi, edhe kom prit që kom me pas një përkrahje pak më të madhe. Po, që ashtu që kemi diskutu edhe këtë në studio me plot kameramana, si duket plot nuk e kanë shumë problem që është e rritjes energjisë elektrike ashtu qysh diskutohet, ose të paktën nuk janë të vëdejshëm se çka i pret, ku me njëherë pas vendimit të premtës, gjatë vikendit e kemi pas edhe paralajmërimin që edhe çmimi i bukës do të rritet shkaku i rritjes e çmimit të energjisë elektrike. Domethënë direkt, me njerë, pas rritjes e energjisë elektrike, rritje cila ko me hy në fuqi prej datës 1 maj, kemi paralajmërimin e furtarve që shumë shpejt do të rritet edhe çmimi i bukës. Kështu që pasoja tash duhemi me i mbajt vetë. Ashtë po më intereson sa rrisin çmimin e bukës, se nëse rryma rritet 15%, sigurisht bukën e rritin shumë ma shumë. Ndështë tash çmimi në shumicën e furave është 50-60 cent, kështu që po besoj që dikon 70-80. Po të veç 50 cent, atër 15% që i bjen 7 cent. Tash nuk e rumbullaksojnë me 7 cent, me thonë 57 cent fura. E bujnë 7 cent e gjysë. E rumbullaksojnë me një 10, kështu që t'jemi të përgatitën që ajo që ka qenë 50, ko me bu 60, ajo që ka qenë 60, ko me bu 70, e kështu me radhë. Kështu që ky po besoj që është vetëm fillimi, edhe... Sa të kujtohet çmimi më i lirë i bukës? 25 cent. 25 cent kujtohet, ku ka qenë 25 cent? Se di sakt kështu me vite, po jam konë shkollë fillore, goxha e vogël, edhe në qatë kohë di që me 25 cent kemi ble bukën. 25 cent, e qysh do më thonë o dash gjithë qysh mi ble 2 bukë, se o dash me ta rumbullaksu në alta poshtë, 5 cent, qa nuk është që kemi shumë. Kemi tash në vërtet. Jo, edhe atër kemi pas. 5 cent. Ose të kanë thonë, merë diqka për atyre bombonave me rumbullaksu. Me a thonë, a bën, a din qka, pja heki që Qitë kulaqe. Po, që që thush pjesës bukës asaj të fundit, qoshës? A qoshe i thuj? Okej. A din që kena thonë na? Që thonë shumica njerëzve? Shumica, jo, po njerëzve që i një onë edhe na që kemi thonë këtë nërë. Pjesës qoshës të bukës. Qoshe i keni thonë, interesant që to s'pëtisha. Qoshe i pas kanë thonë. Edhe mos, edhe, po qoshe, edhe tash i thëmë qoshe, mos me ep qoshin e bukës. Apo, na i kena thonë, a di na i kosh na i mënyt, dikush pithoj ka kapoq, ani me kapoq a veç për bëna i gare? E kini, okej. A i ki thonë qoshe edhe ti? Qoshe, qoshe? Qoshe. Na i kena thonë, na i kosh tjetër a ka na i fjallë në regji? Për qoshet bukës. Se ajo ma e mira që e hahet rrugës, i furës, pe furës në shpe. Mjekër i kena thonë. Mjekër. Gjithmonë i kemi thonë mjekër që asaj, mjekërën e bukës. Ama mjekërën, po. Po mjekër, bashkë si mjekër është. Po nëse e këshyrë hëllë, është edhe qoshe, po është edhe... Bukë me thonë mjekër, ama mjekërën të ha. Po, që ku i ka ronë men, a i thutë edhe pjesës për shamull, të gypit ujrave të sheut i thotë brëll, a din se është si brëll, është qështu, është qoshe. Ja, ma bryllis hot, asaj... Qëllis hot. Mjekër i këna thonë. Interesant, po dhe njësë kështë nga shohin. Brenda një vendi jo shumë të madhë, ka kaq shumë fjallë të ndryshme që përmenden prej regionit në region, po e rëndësishme është na gjithmonë flasim për gjuhë huaja që është ka fjallë të reja që hynë fjallore dhe që mundemi mos me i ditë se çdo ditë ma shumë shtonë, na brenda një vendi edhe për një diçka të njëjtë, për qoshin e bukës, i kemi 2-3 shprehje që unë për vete për shembull për mjekër s'kom një asë njëherë. Ke mujtë më thonë... Po që e interesant, une që ata mjekërën kërës e kom marë, shumë, po dhe, e kom marë. Shumicën e kohës e merë kur përmendet veç mjekër diçka, e kupton të pjesën e, dhe më thonë, kur del mjekra, dhe më thonë që e kitë leshtë. Jo mjekërën pa të rrume. Vërtet ka herë s'ko këna rru, du të mu rru. Nesër ke marë të kiti rrumë, kështu. Kështu si erza. Ta preferoj. Ta sugjeroj. Pa rrush për çdo ditë.
Qështë dillave. Qështë dilla? E qka kesh të thonë? Tash përveç rritjes, Po? që kjo është esenca asaj që unë kur jom konë në protestën e parë, kom thonë, jom një mirë se mu ka dok që njerës ju kanë kushtu rëndësi gjanave që për një me kanë rëndësi, edhe është një lloj qytetarie për me dalë me protestu për gjana që kanë të bëjnë me mirëqendjen tonë. Tash, ajo mirëqendje varet e kush ndikon, se te disa shtresat shoqërisë nuk bëhet kush farë ndryshime. Madje nuk ka na indikim shumë të madhe dhe ndoshta ma tepër ma lehtë e pranojnë një rritje se sa me dalë me harxhu një orë kohë në shesh bashkë me një turm tjetër të njerëzve. Po mandej jëm po të njëjtit njerëz, cilët kur ndodhin do skandale po, jenë të njëjtit që për çështje që s'kan bëjnë hiç me mirëqenjen e tyne, jenë gjendje me reagu edhe jenë gjendje me u bë bashk edhe me protestu. Protesta nuk është gjithmonë veç me qenë fizikisht. Protesta është çfarë do formë e reagimit ku ti nuk pajtohesh me një çështje të caktuar, me një situatë të caktuar ose me një veprim të caktuar.